Mirë po problemet shumë të mëdha sa që 6 herë kom qenë televizion shqiptar atëherë, një ndër familjet më të kësaj në Kosovë. Sa gjallë nuk e ka ditë ku jam, po i ka hanë vëllau nonës në Gjermani ka dalë ka ikë. Tash kur im kthyer pe luftë, roi nona në Shqipëri. Ku, nona si nona më. Si thash nona në Shqipëri më kon. Allah i le djalë më kështu që është për momentin jeta jam. Kështu që kum pasur një thashat aksident prej boshtit korrizor. Me që paralizova, që s'ka shku për atë mision, po deka tina. Kështu që më ka fikë, djali më ka fikë. Nisë është atë gjithë, 2 javë pa martu. Ma kalon feju, më ka mytë. Drujt, faleminderit për vendin që na po na bën sot. Respekt, mirë se keni ardhur. Mirë se vjen. Na e dim që keni stat jo shumë të mirë, të vështirë e ki kalun jetën tënde. Kogja shumë. Nga të regove para intervistës, të më thënë. Je përballë me shumë gjona në jetë. Shumë para luftë dhe mas luftë. A pja fillojmë para luftës, që shka qenë për jeta? Për mu, jeta ka qenë, sa i përket jetës ekonomike, ka qenë loksoze para luftës. Është fjala, ku me tuan shatin, bëllapojnë komunë Podjes. Mirë po problemet shumë të mëdha sa që 6 herë kom qenë televizion shqiptar atëherë, një ndër familjet më të kësaj në Kosovë. Sidomos një vëlla kom pas komandant, ata e kanë rrafë shumë, derisa kanë ndërhyjë kryqi konsider kombëtar. Mirë po ne kom pas probleme të shumta me policinë. Do të gati çdo ditë arrestime. Edhe kështu që me ndihmën e Allahut kom ikë pe burrë policisë, Podjes, edhe kom dalë në Shqipëni, kom jetuar 6 vjet në Shqipëni. Do të thotë nuk e ka ditë me përshtim vëllau me ka diçka komandante ku jetoj. Jo që kom pasur në frikë, se ne kom qenë shtet në Shqipëni, ja, kom pas marrë matim me krejt. Që kom ditë që do të me hin luftë me Serbi. Mirë po problemi ka qenë të familja, kanë mujtë me marrë ekzekutu familjen. Po gjithmonë kanë menduar se unë jam në Kosovë, sirna në Kosovë, unë kom qenë në Shqipëni. Do thotë nona jam e kom sa gjallë, nuk e ka ditë ku jam, po i ka hanë vëllau nonës në Gjermani ka dalë ka ikë. Tash kur im kthyer pe luftë, nona ka menduar që unë në Gjermani, pse djalë nuk më kthyer 6 vjet për Gjermani. Thash, oj nona në Shqipëri. Ku, nona si nona më. Si thash nona në Shqipëri më kon. Allah i le djalë më kështu që Allah e ruajt e kam gjallë hala. E dua shumë respekt, kështu që faktikisht më kanë imponuar disa në mas luftës. Do të kjo është për momentin jeta jam. Kështu që kum pasur një thashat aksident prej boshtit korrizor. Me që paralizova me intervenimin e me po e falenderoj Allah që Allah ka dashur ma boshërimin, këta ma ka marrë mjekimin. Kështu që jam krenar që heqja, mirë po me çdo situatë që kam pak jam i zhgënjym. Pse jam i zhgënjym? Që kam pas mundësi, do një që unë e njeh, jo me më ndihmu, po edhe me ma bon ashtë apartamenta, po kur defektet tyne nuk e di. Kështu që e ku meritu edhe meritoj. Se funit të kësaj toke ja kemi pas bërë, që edhe ja kemi prap. Mirë po faktikisht, po të më këtë shqiptaria din, sidomos familja jam se çka ka bo para lufte, do të pe vitët të të ne, sidomos. Ju keni qenë veteran i luftës? Sot a merrni diçka? Po marrë që të penzion. I cili nuk është shumë i mjaftueshëm. Dihet po tash s'po të them se disa sa e marrëm. Do të çkesh muaj ditë më duket që marrëm 204 euro. 150, 170 e gram pas. Kështu që tash llogarit me qira, me me pije, me obligime, shumë thonë qysh po jeton. Po mirë, po veç futja lapsin edhe qysh jeton, ashtu. Problem, faktikisht është problem, po unë prapim shtet në Allahut, po pastaj edhe njerëzit mira. Po Allah se Allah i ka thonë, Allah për çka i bën njerëz? Edhe thotë mbahnu me zvet, ja, mbahnu. Te ke po shtetet e forta ku është Amerika, për shembull, edhe intervenon do ka nevojë, çdo shtet ka nevojë për shtetin tjetër, ha. Kështu që na jemi njerëz sene, edhe shkrenari kur diku na mundesh me ndihmu, ha. Po, jemi bindun, shumë jemi bindun që ka zemër, ka shqiptaria, ka. Pse ka? Pse i duhet shumë shqiptar. Po them sinqerisht e duhet shqiptarinë. Mirë po, ju gjatë luftës thotë keni kontribu, keni qenë ushtar, domethënë, edhe jashtë familjes ka rënë shumë kohë gjatë me ne. Ju tash jetoni, nuk keni shtëpi tuaj? Jo, me qiraja. Me qiraja. Ky kat është për dhes, Po drom. duket e errët, në kamerë duket e errët shumë.
Ka të ershëm, është përdhez gjithçka domethënë. Ka lagështi. Ka Ka lagështi, lagështi. kamera ka shumë në këtë disa vrehet, mirë po është një herë jo shumë e mirë, duket që ka lagështi. Për bara me kom shi pak, I kom ra me se. Po prap ka arom, ka... Unë e di që një goditje të madhe ke pasur edhe për një fëmijë që ke humbur tash. Djalim më ka humbë, në 2017 më ka mitë në Shqipni. Nuk ka shku për deti, po tash si mas shove, që kanë shësru. Futmi pak në deti. Kështu që, kur më ka ardhur informata, do të thotë rreth dikun 6 orë është sjellë informata rreth me në telefonatat, ku je çabon, ai e mirë, ku djali, adin, do të thotë, je që por nuk kam pas, do të thotë, zemër më të tregua, se me të vërtetë ka qenë rast i rënd. Derisa ku do të thotë diçka nuk në rregull se vlla po më thret në stop. Habrullah s'ka ka thotë, Allah thotë vlla po më ka thotë, djali nis, thotë nisi ka ndrua jesh. Më ka ndrua nisi si ka mundsi. E di një fjalë, Allah ti jeni jo. Adën e ku marr veten, edhe dash më përgatit, se kum di se çka ka më ndodh. Do thotë me mija njerëz ku po peshë Shqipëri, mas edhe një duhes luginës për shes, kum pas njerëz shumë kum pas. Se ka qenë djalë edhe njoft. Kështu që s'ka shku për atë mision, po dekatina. Kështu që më ka fik djalë, më ka fik. Është goditje shumë e madhe për çdo prind, edhe ka qenë vetëm djalë apo? Jo kam edhe një. A keni edhe një? E kam bëllë dhe thotë, e kam afër ta tregoj çfarë bukurosh ka qenë. Më ka fik se o konë shumë I Zoti. Edhe sot I kisha në mas fakti një 5 banesa prej tina. Se konë shumë. Do të ka qenë edhe medreze, ka kry medreze. Sa vjeçar ka qenë djali? 27 vjeç, 2 javë pa martu. Ma kalon feju. Ma kalon feju. Më ka mytë. Më ka dhim djale shumë. Në shëru Zoti. Amen. Allah shumë letë, falim dhe respekt. Duket në moshën më të mirë të rinis. Shumë. Mirë po. Unë e përkujtoj. Keni akoma kujtimet e freskëta për to? Për to, mërzita për to. Sidomos këtë muaj të Ramazarit, të Rahmetit, jam shumë e mërzit për to, sinqerisht I mërzit për to. Se kom pas shastjet e sa, non stop me ta kom. Allah e ka falë, më ka marë. Alhamdulillah që ka pas kamera, ka qenë shumë I devotshëm. Edhe shkollum, ka pas 2 parime, që shumë ta doktorë Shefqeti tha, ky tha është rast I veçantë, shumë të rrallë kësine. Tha, ky, tha edhe fetar edhe I shkollum, edhe ka pas 2, edhe pasjeri ka pas 2. Kështu që alhamdulillah mirë, edhe kështu. Cilat janë ato kujtime që I runi tash për djalin? Kam kujtime shumë. Sidomos prej moshës 15 muajsh, do të thotë e ka pasi tradit gjithmonë këtë ishtin tregues ma shtrëngën me dorë dhe hajde babi në xhami, hajde babi më shku më falë. Do thotë kur në jetën e vet deri sa ka ndruar jetë nuk I ka dalë namazet, edhe do thotë në moshën 5 vjeçare kam pasu atë herë në shkollë, si nuk ka pas ligj, po me intervinë e kryet Ministrisë të Arsimit, do thotë pe presionit djalit, do thotë e kanë njerë më thanë si dëgjues, se nuk kem tha ligj, thash o vlla tha nuk do thash këtë dëgjues. Jo po s'ka se I vogël thash. Kam mësuar me grama me jo s'kam. Bëjmë atë ku e marrin testojnë. Jo më tha ky që ka gjenia, futën klasë parë. Do thotë gjithmonë ka kalu me nota 10. Se ne tani kanë pasur Shqipni mua, mrapa fëmia. 3 vjet më ka bërë Shqipni shkollë, që ka vdek. Do të ka qenë një zasën më të mirë. Do thotë shkollën e Lezhës, në Lezhë kom jetuar. Sa vite jetë? 5 vite në Lezhë, në vetë në Tiranë. Lezhë kom jetuar për shkak që I kom pas depot të armatimit. Periferi, tash e kanë zona autostrada atë pjesë, po I kom pas depot të armatimit afër policisë, ku është policia në Lezhë. Ti thua vetë, nona jote domethënë prind nuk e kanë ditë që jeton në Shqipëri, kanë ditë që në Gjermani. Sa ke pasur këtë distancën vështirë? Ne kom pas jetë vështirë, më vjen keq, se unë edhe atëherë kom qenë besimtar dhe jam prap. Po tash më shumë se tash ka do të thotë dihesh më e madhe. Atë besoj në atë kuptimin e plot. Mirë po shumë herë kom tentuar, po të them sinqerisht, kom tentuar nashta me balla me vrasja, shumë e mërzit për tokën tam Kosovë. Sa do që më kanë respektuar, shumë kanë respektuar, kam respekt për njerëzit që rrethojnë Lezhën, sidomos Lezhën, edhe Tiranën, shumë kanë respektuar, kanë ditë citatën tem, po shumë e mërzit për Kosovën tam. Kom qajt, sikur fëmia që qanë, për nanën tem, që kom lanë të bërtit, kur më ka përcjell, se gjithmonë kur kom dalën e pe llapet, kom dalën e për male, kom dalën në llokar,
edhe kumnet një pjesë, dikun 6 muaj kumnet në mshirë në Farvene, vllave ka ditë, vetëm vllave ka ditë. Edhe doktorat tani më kanë qitë legalisht, më kanë qitë në Shqipëni. Kështu që kam kujtime shumë, sidomos djalit, ky që më ka vdek, Allah e mëshiroft, shumë e kam dashta, shumë më ka dashta. Sa që më theshë shkoj të Hëxhallar se mi largua shumë ako një lidhëm për mu. Mirë po. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Karriera si papritura. Kjo është jeta, kështu që Duhet bëmë të forë sigurisht. jam i kënaqur që ka shkuar tamam në Allah Shrekërkana. Edhe kështu që ka me qindra mia që më flasin çajin për to sot. Beirut me kujtime të mira. Nisi, ka qenë presion, nisi, na ka mësu Kur'anin me qindra, ka qitin Kur'an, na ka mësu, nisi, do të është krenaria, për mu është krenaria. Ju keni pasur edhe një goditje tjetër një jetë, një aksident, që e ke pësuar kogja keq. A trego pak? Po, aksidenti jam ka ndodhur në vitin 84. Do të thënë kom qenë si sportist, si peshë ngritës, për mu pesha ka qenë zera, do të çfarë do peshë ka qenë, unë e kam lëviz, e kam ngrit. Edhe kështu që katë kom kap në një pjesë drunit, katë, të mendu që ka diku kogje për mua, dhe mi pa e kom kap, jo i pregadit, edhe do të më karzo ka qenë visht, bardh ka qenë. Do ka bardh prej bryme. Bardh ka qenë, edhe më karzo në sekundë në shpinë. Do të një orë kom qëndru që ashtu, vllau ka qenë afer, kër më ka ndodhë, dhe ka të ndojë, të lutëm, vllau më së prek. Shka, vllau më së prek. Tu më ndohë vllau, dhe atërë që ashtë të kohë katunë, që gjaj se të ndodhë diska, atë gjetë diska. I kemë në atë orë. Po, ashtë jo hukë puta. Si më rëth ashtë ju më putë mes. Mas të jo tha, jo më po ty shko, dhe ka kap. E ka thirë një kushërit tonë. Kanë marë, kanë shti atë një fisa e në konë atër. Edhe më kanë punë për shti që të më kanë shti një zimë. Edhe për e thasë miku, kur sare vlasë. Qa ka bo, më tha këj njëre, më. Po jo më tha kohë, gati, thuj vetëm peni tha i korriti i ka me ta. Edhe më kanë punë për shti që të më kanë shti një zimë. Edhe për e thasë miku, kur sare vlasë. Qa ka bo, më tha këj njëre, më. Po jo më tha kohë, gati, thuj vetëm peni tha i korriti i ka me ta. Do të thotë, llogarit, veç 37 vjet kanë kaluar, do të thotë kum pasë vojtet. Ja. Shumë herë kom jetë në vit barkë, të kaluar në vit barkë i mërzu. Shumë herë kanë marrë shokë, të kanë pru hopa në shpe. Një kohë kom jetu në Dardani me qira, në vite, do të thotë, në katën e tit, hopa më kanë prua, 4-5 shokë, hopa, me të qaj kosit. Kështu që deri sa blokojnë, paralizej. Kështu që kom vujtë, shumë kom vujtë, sa kom qeni paralizuar. Vallai dikon i paralizim dikon për mi 3 muaj, i pa levetshëm. Edhe në orë për spitalim më kanë lidhë në krevet. Me krevet spitalim më kanë lidhë, më kanë qënë spital dhe më kanë shti, nëse mi kanë ba analizë, më zëtë një, qysh po derë këto, ka fillu dhe ka cerë më të formu. Do të me bëjë intervene. Edhe kërku njëre mas shpejt, me më bo, thash, me më bo, për asi, po dhe me më cëptua se ka të dhimet më, do të isha në gjete më cëptua, shumë kisha dhimet më, tha e dim, sa po të vrejmë, tha ti edhe nuk po flejshë, ju 3 mujtë s'kom flejt kur, por e ke njëri pa flejt. Tha po, tha se po për cilëm, tha si to, tha se po flejshë kur më, thash ju nuk po flejt për dhimje, shumë kisha. Ja, isha gati që më thonë, edhe 3 dënë më kanë dhonë edhe së më bekeset me, ku marë 3 dënë, nuk më ka bëjt fe. Shumë, pa, kështu që, kër më kanë shti salë, ju u pregadita, i dha shtrenë në shkrime. Mirë për kur këm dalë, i këm pa për levizë i kam të. Më thë shka po, se s'këm ujë bëllujë. Për shka s'kam dhimbje. Ta shumë kam pija, ta shumë kanë nalë djetë, këtë ta shpesalë. Ka bo 24 orë heqë, bo në 3 ditë, 4 ditë. Doktor, shumë kanë dretua, Allah e shërbletë, a ganë me ka si da mos e falën dre, shumë, pe zemë e shpirë. Shumë ka respektua, ke stapi. Edhe si veteran, po edhe ju konë shumë i qetë, pa më se i ku po dhimbje, edhe falësha, po shumë herë kom prish, një namazë e kom prish, për dhimbje, ta dhe prapë për sërësha. Asha ke ba, thash, po, tha, li thot këna kry, ja, thash, s'jom, li thot këna kry, thash, s'kam dhe, thash, normal, o, doktor, thash, për zotë që s'ka, thash, maj masë Allah, nuk kam dhimbje, thash, që s'kam. S'po të besoj, tha ty të besoj, tha se të ishe besimtar, tha rasti veç, tha s'kam misje, do të kur nuk e di që më kanë bëha, mirë po, do të më rushëm, normal, pak jam ka me të pitë, koma, po, ka herë kam problem, nga herë kam problem, po, mirë jam, ma se heqë jam mirë jam. Ju në të ashtë edhe kini po vitet, me po nuk mundeni? Ja, kam në ndalume, për mjekve,
Ja kam dalume, do të thotë me qëndru në kam në vend e kam dalume, me nejtë shëmullën në vend e kam dalume, me hec shpejt e kam dalume edhe pesh me që, e kam qëto 4, tha, në qofë sëruar në qëto 4 pika, tha, për 100 vjetë ko ba operacion. Nëse nuk ruash, ma të na nuk i shfali pëse ki e gjenjen, kese ki kapsa korizin. Kam kapsa korizin. Nuk e kapsa korizin. Sa më e me gjithë. Nuk ka lidhje, Mo, ja vesh me pas mostrën që ma kanë. po të besojmë, ti tha ma herët, kom dashë deri tek vetvrasja me bo. Në Shqipëni është fjala. Pse ndodhi kjo? Po jo, se unë në atëherë, kur kom dalën, unë fëmijin, dhe sidomos me që djallë që thashim ka ndru jetë, shumë i ka me lidhën. Dhe thashtë nuk mujt me përvadhu që nuk muj me tu më ta. Dhe thashtë nuk ka vizatua, unë po thëmë drejtën, sinqerisht po thëmë se du me konë sinqer pa Allah, unë kom pi dohonën atëherë. Dhe thashtë 6 kutija kom pi në ditët, llogarit. 6 kutija, se të thëmë pse kom pi, edhe dohonën nuk o zhjë, dohonën e shkatërëm, nuk o zhjidhje. Unë kom lënë, elhamdulillah që kom lënë dohonën, ka vite që kom lënë. Allah ka dash, edhe do thotë e urreja, shumë e urrej, ma shumë se shkollë. Mirë po, do thotë më vizate ke pasi edhe kus flesha, kur në jetën të emën në Shqipëni, kur e bëj ora 6 e çoti kontu pi dohan. 6 me zesa. Djalë më vizate, s'të mos që nisi më ka më vizate ka. Nuk e di shumë më kanë lidhje me ta. Ti s'ke mundur të jetosh pa to. Mirë po tani kur më ka ardhur thashë biri jam tash në Shqipëri nën. Aden, sa do që aty kum vujt shumë kum vujt Shqipënia. Shumë se s'kum pas talla, do thotë im kon katastrofa, atë që ka vjen keq. Po është në realitet, ka ndorë 4 orë s'kum hangur bukë, s'kum pas për hangur. Gjendre, s'kum pas, valla, s'kum pas, torva, heç s'kum pas. Ne s'kan mujtë më intervenu më ndihmu për Kosovë, dihet që shkon atër Jugoslavia. Mërë problem. E kështu që, po tani, dikush, atë për banorën lejë, atë ka pak diçka, kështu që, po kum kalu atë, dikur tani më kanë kyç, në qeverin, në gzil që ka qenë atër, do të thotë, më kanë lidhë me një pagë mujore. Kështu që, po, ta ne këm pas në jetë, mos me vujtë. Kështu që, po, mirë pa thërë ju më qëtësu, kur edhe këm di që se faktikisht mu vlau më lajmërej. Tha, po të rrezikohet ta dhe gruja me thmi. Se kanë rrafën fije sërbt, se qka ke bashkëpunu, tha gruja e dinë dhe ka ditë gruja. A më sërë atëre këm përgatit këtu në Kosovë, ju këm në arë vlah, këm ble 4.000 marka, këm ble automatikun, ju këm ditë. E kom ditë që jam i bini, më konë bini që kela me hin luftë. Se edhe në Shqipëni kom pasur një problem, se edhe në spera i Lazar Amalit, Muhammed Bica, Kadri Bala, në konë shumë aty, ama bëshën, jo s'ka më, o të zëdi. Bëshën ti e njëri s'mendën, ti ke bo probleme së Shqipëni, po këshira dhe Shqipëni mi si luftë. Thash, o zëdi, thash, kom si luftë dhe me Shqipëni me qakje. Isha i bidi që do të me luftu për Shqipëni. Se lepsha dhe thët, armën, isha i qapo dhvina. Jo, mëre, mirë, po të isha i gjitha kanalet, edhe kom pas depot e mija. Kur ka shpërthyr të jashat dhe që ku më marrë shok, më hajde me në maunet, kamiona që shtojmë na, dhe hajde, se qka dhe, hajde, thash, bindu të që ka bo, ali avdiu, sa ka në Shqipëri, në kumne. Qatë zona keni luftuar gjatë luftës? Unë po të më thuj se për në këtë zonë në Kosovë, që ka, se në ma shumë konë në logistik. Ma shumë konë qenë në logistik, se thanë, ta neve na duhet armatim. Këto në rego si është parak, po armatim, do të ku pas lidhet armatimit. Kështu që kjo ka qenë. Do të vujtë kum pas shumë, po si ke shqiptarët. Sa njeri fort dukesh, më dukesh shumë njeri fort. Jam familje, po thëmë historisht se familje dëshmorë, dhe këtë luftë këna anë dëshmorë. Kjo është për të trajtuar shumë keq një luftar, një veteran i luftës, përfundoj kështu, pas gjitha atyre sakrificat që ka bërë, përfundoj me një banesë, në fakt një dhomshe, që është përves në gjendje jo të mirë, për të jetuar është shumë e rëndë. Unë bëj thirrje gjithëve atyre njerëzve, ndjekësve të vullnetit mirë që ta ndihmojnë këtë veteran të luftës për një jetë pak më të mirë, me që ka përjetuar shumë rëndë edhe ka nevojë shumë. Respekt. Unë po du me ditë për te se çka më të shumë përveç jetesës, çka duhet më të shumë ti. Po tash si bazgjendje si duket, unë nuk kërkoj po të thëmë për vllazën shqiptar, se jem vllazën shqiptar, i duhe shumë. Jo me bidi që qaj që në shef këtë skenë, ata mas mirë të logaritin qka mujnë me më ndihmu. Do të thotë, faktikisht, unë jetoj me qira këtu ku jam. Që sa vite me qira? Unë jam që 50 vite qëtu, që të vend, do të bëjnë ndrime. Se mund më në pronarin shama sham. Kështu që po, bëjnë ndrime, po qëtu jam veç ka kalu 2 vite që jetë ishte. Mi po këtu mas probleme kam, se më falë, kërkë falja, se kur zgjova për gjumë,
si dokument. E hapa dritonin se... Po, e bën ele kështu, duket që është Nëse nuk hapë, ka problem, qërë, shifre ku jetë, valla, që është. kamera. Diçka më rrezikune nuk kam ka dalë, edhe nuk është problem, është çështë në hekra. Po, do thotë, që valla jam, do thotë, qërë. Ka duket. Ja, se e pastrova se me gjestë, pak e shlirë. Po, patjetër. Tash ke bak jep, shkon javë, dhe nuk thahet. Nuk sigurisht është lart i merr abdes këtu. Edhe merre, para pa marrë aroma. Duket edhe aroma nuk është e mirë për vllagës kështu. Këtu bëni gjumin, Që ku flajnë valla, do thotë. këtu bëni gjumin gjithë familja. Sa Ja, ndarë, ja, smi zgëzemi për këto. ku janë fëmijët Ja, tash? çështë në për kanona vetë ka se. A do të thonë ju gjithë nuk jeni gjatë ditës. Ja, s'është. Ti vetëm tu pa, e bëj gjumin tu. Unë të se ne ka pak problem se më mika dhe më ka caktuar si në lartësi zgëzemi normal nuk gëzoj se më me metën, a? Mund të shkatin e parë poshtë metu, për shkak korrizit që kam. Ti ke gjetur këtë. Pa problem. Kjo është e rëndë, por gjithë familja Po, domethënë nuk rrini bashkë. Dëgja, se normal edhe këtu këm pas pak shtyre, jo i në qendër, o zëtë një. Se, sidomos për shkak për shtinë probleme gjithë për shkak me 150, po 250 gjonë. Normal, banesa. Normal, që kjo nuk është normale ku jetojnë. Që kjo sot normale. Kushte për me jetu një familje shumë rëndë, po. është shumë e keqe se që ju nuk mundi të jeni edhe bashkë familja, domethënë. Ti e bën gjumin vetë tu, qysh keni atë rutinën e përditshme me familjen, qysh jeni? Po shimi, jo po shimi, është normal, po, që do shimi. Po, me për gjumë s'mundi me. I kum të tupa, jo, hazi nuk vi, as mene nuk hin. Jo, se edhe faktikisht, unë jam mësuar në atë kuptimin, jo, se kur dalë për jashtë të fut në menë evrej, po funit, unë e përballaj, se këna përballohet sen edhe ma të vështira. Qa me bo? Se edhe kam qef me jetu në jesë, edhe jem në atë kuptimin besimtar musliman, fana kam qef me konë pas të tina din që qështë dhe të me konë. Mirë, po më ndohna mi maj, qështë është. Po, fëmija nuk mund të punojnë janë të vegjël atë. Ja, njëherë, ja, hala janë. Kanë atë moshën që s'mundin të punojnë. Do të e kanë moshën me punu, po si ka arë kësmet. Shpresojmë që Pa. sa më shpejt të hyjnë Pa, punë. pa. Unë njerëz të ilus që njëherë t'ju ndihmojnë juve sadopak për një qira, për një vendbanim përkohshëm sadopak më i mirë të jetë, se ky vendbanim nuk i blecon kushtet. Ja, dhe problem, shak pak problem, po qa me bolla. Ju mundi me gjithë ata njerëz, domethënë këtu në Dardani, domethënë ju jeni në cilën lagje, që është përkohshme këtu. Lagjet në pejton është. Të jeni pejton domethënë, po. Me dova që mos Pa, me pejton. kjo domethënë jeni në pejton këtu. Gjithë ata mundën me pa edhe njerëz të vërtet mirë që ky domethënë është këtu me këtë banim që nuk i blecon kushtet as pak. Afer shë që tas veteranëve invalidëve, jam që të i ka 30 metra afer, nuk është afer komune. Tash gjithë atyre që do të dalin në dim, numri do të shfaqen në ekran, në faqen historitë të jetës, me që kemi ndihmuar shumë njerëz edhe kanë bërë zgjidhje. Ku besoj që edhe ty kësaj here do dalin. Nisën ju përcjell, po them sinqerisht përcjell. Pavarësisht, edhe që s'kemi kontaktu, kam në respekt se sjelljet i kitë mira, po them sinqerisht. Qoftë zinis mashkullor, qoftë femroj, ki sjellë, po them se nuk ta bërash, po se unë funë jam ushtarak, unë kam qef drejta. Faleminderit Asë unë s'kam frikas për kriminisa, vetëm kam qef drejta, respekt, po them sinqerisht. Si fjalë të mira prej një personi. Edhe numrin që dani Do ta shfaqim numrin pas intervistës. Emri dhe biemri juaj? Ale Avdiu. Ali Avdiu. Ta ndihmojmë Ali Avdiun, një veteran të lutës, një kontribues të madh. Shpresoj që t'ja bëjmë një zgjidhje sa më shpejt. Faleminderit shumë për që na ki prit. Unë do të vi sërish, do të shoh se atë kanë bën zgjidhje dikush të kontaktoj për aty njerëz të vëllëtit të mirë. Të uroj më të mirat në jetë. Vash Zoti që ta bëni zgjidhje sa më shpejt për vendbanimin. Për juve, unë ju falenderoj, po them zemrës, pasën që kam, po tash edhe si s'kum kontaktu me ty, ku pas në respekt, kështu që tash që deshte Allah, o takum, po të shofta më në live, edhe, kështu që respekt. Falenderoj shumë, të rej punë marë, vazhdo kështu që shi të vazhdo mirje. Faleminderit shumë drejt Zotit. Milion përshëndetje, shumë respekte për ty. Kënaqësi shumë. Inshallah do në Zoti të bëjmë në zgjidhje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Keq qëtarim.